Të dashurit e mi, vëllezër xhamatli të nderuar dhe shumë të respektuar, me lejoni t'ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun e madhnuar në këto momente të jetë veçuara, në këtë ditë gjumaje, e cila është dita më e veçanta javës, në të cilën ne të gjithë kemi ardhur dhe vim dhe qëndrojmë këtë vend të bekuar për të kryer një punë madhore para Allahut madhnum, e aja është për të kryer emanetin e Allahut, për të cilin na ka thirrë Allahu dhe ka kërkuar Allahu azza wa jall prej neve të gjithëve. Në këtë vend të bekuar të qëndrojmë, prandaj ju bëj ftesë të gjithëve të cilët vini këtu në xhami për kryer këtë emanet të Allahut, që ju të gjithë dhe ne së bashku të ndalëm telefonat dhe të përqendrohemi me vëmendje të madhe, sepse hyrja në xhami tash fillon një kontakt me Allahun e madhnum. Prandaj në për shumë xhamia, edhe këtu, edhe në gjitha xhamiat, është mirë me automatizëm njëri që hyn në xhami me mbyll telefonin, në mënyrë që të jetë vëmendje e secilit prej nesh me Allahun më e fuqishme, edhe të njëjtën kohë prezantohet disiplina dhe qetësia, sepse me laçet e Zotit, përveç se kryeni obligim madhor para Allahut madhnum, aja është adhurimi i madh ndaj Zotit, ato rrinë në një vend ku ka disiplinë, ku ka qetësi. Me laçet e Allahut nuk rrinë atë vend ku ka zhurmë, e ku ka hallakam, e ku ka britëm. Ato nuk pranojnë me nejt në atë vend ku nuk respektohet hierarkia e disiplinës dhe hierarkia e qetësisë dhe e maturisë. Prandaj jam i bindur se me lejen e Allahut, si çdo xumë, edhe këtë xumë do të kalojmë të gjithë së bashku në mënyrën më të mirë të mundshme, duke e kërkuar rahmetin dhe mëshirën e Allahut. Ardhja jonë në për xhamia është vërtet rezultat i mëshirës dhe dashurisë së madhe të Allahut që ka ndaj nesh. Prandaj ky rahmet i Zotit, i cili ka pikë në zemrat tona, edhe ka dashur Allahu për të na udhëzu, edhe për të na drejtu, edhe për të na sjell në këtë vend të bekum, unë mendoj se duhet të ja kthejmë Allahut ashtu në mënyrën më të mirë të mundshme, e ajo është kryerja e obligimit duke qenë i qetë, i disiplinuar, i matur, edhe të njëjtën kohë në formën cilën e kërkon Allahu. E qysh e kërkon Allahu, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që në ardhje në xhami duhet me ardh njeriu sidomos për xhumë, me ardh sa më herët, me nxon vend, edhe më kon i qetë dhe të njëjtën kohë me lut Allahun me shpirt, me zemër, që këtë obligim madhor të cilin na ka mësuar Allahu me kry, Allahu dhul xhelal më kon i kënaqur me ne. E qysh është Allah i kënaqur me ne, qysh mundum na me ditë që Allah është i kënaqur me ne, njëra prej mënyrave që mundum me hetu, mundum me hulumtu, mundum me eksploru se Allah është i kënaqur me ne, kur na jemi të kënaqur me Allahun dhul xhelal. E kur na jemi të kënaqur me Allahun, kur na ngojmë dhe e respektojmë vendimin e Allahut te baraka wa taala. Prandaj vëllazën muslimanët duhet me pranu urdhnin e Zotit, kërkesën e Zotit, diçka e cila është e pa kontestueshme në zemra dhe shpirtat tonë. Allahu dhul xhelal ka kërkuar prej neve vëllazën që ne ta përkujtojmë njëri tjetrin. Ka thonë Zoti në Kur'an: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Përkujtoj musliman, përkujtoj besimtarët, se vetëm besimtarët atyre nuk ju vjen mërzimi i thonë, ka thonë Allahu, ka thonë Rasulullahi, bënë këtë, mos e bënë këtë, motivohu me këtë, largohu kësaj, bë kështu. Ka thonë Allahu azza wa jall, madje e ka përmend këtë me i thonë tjerëve, keni frikë Allahun. Nuk është marrë dhe nuk është turp njeriu edhe mi thonë tjetrit ke frikë Zotin, por edhe të njëjtën kohë me e pranu këtë kur tjetri thot ki frikë Allahun dhe mos me të ardhë keq. Për shkak se Allahu i madhnum në Kur'an i ka thonë Muhammedit a.s. dhe sot lexohet deri në ditën e Kiametit,
I ka thonë, ja ejuhan nebiju ittaqillah. O ti pejgamberi jam, ke frikë Allahun. O pejgamber, ke frikë Allahun. Kush për i thot kujnë, Allahu i plot fuqishëm, i cili është Zoti i vetëm dhe nuk ka tjetër përveç Tij subhanahu wa taala, po i thot njerit më të mirë fytyrë toke. Njerit më të mirë fytyrë toke, po i thot ke frikë Allahun. Mirë po Allah azza wa jall e ka përmend edhe një cilësi të njerëzve. Ka thonë, kur t'ju thoni ju atyne, wa idha qila lahum ittaqillah, dhe kur t'ju thoni atyne keni frikë Allahun, ata thot e qadhathul izzatu bil ithm. Thot fillojnë thot me çu kryt, bash kështu e ka përmend Allahu. Fillojnë me çu kokën, fillojnë me ujëllnu, fillojnë me pas një krenari në mëkat. Ti mu po më thu ki frikë Zotin. E ka përmend Allahu azza wa jall. Madje Allahu te baraka wa taala ka thonë në Kur'an, në surën do të thot e ka përmend këtë që njerëzve kur t'i thu wa idha qila lahum ittaqillah e qadhathu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Kur t'ju thuni atyne cilët janë larg udhës Zotit, keni frikë Zotin, keni frikë Allahun, thot ata fillojnë me çu kokën, ata fillojnë me umbur me mëkate, ata fillojnë me të nënçmu. Thot Allahu azza wa jall, kjo gjendje shumë e shëmtuar, madje thot Zoti fa hasbuhu jahannam, ata kanë vend qëndrimin Jahannam wa bi'sal mihad, dhe sa vend i skëterës, sa vend i shëmtuar është Jahannami. Thonë dietarët, njeriu ka mundësi me bë gjuna, njeriu ka mundësi me rëshqit, njeriu ka mundësi për një moment runa Zot me harru Allahun, runa Zot me harru dënimin e Allahut, idhnimin e Allahut. Mirë po thot, te Allahu është haloma e keqe, haloma e shëmtume, haloma e aron është Allahu, njeri mu mbur me gjuna. Valla kum bo kështu, valla kum fol kështu, valla kum vepru kështu, valla kum punu kështu. Allahu dhul gjelal e ka bo veprën e keqe të keqe, dhe vepra e keqe nuk mund mu bo e mirë kur. Mirë po të Zoti është haloma e keqe, kur njeri u mburret edhe lëvdohet që tjetërin e ka nënçmu, që tjetërin për një moment e ka mujt, që tjetërin për një moment e ka nënvlerësu. Prandaj neve Allahu dhul gjelal në ka porosit që të jemi shumë të sigurt dhe të kemi frikë të modhen Zot xhella xhelaluhu, që të ruhemi dhe të kujdesemi në maksimum. Pse Allahu dhul gjelal e ka lënë ditën e xumah? Ditën e xumah vllazën, Allahu azza wa jall e ka lënë se e ka ditë se njeriu i cili zhytet në jetën e kësaj bote mas kërkesave të kësaj bote. Jeta e kësaj bote ka shumë kërkesa, ka kërkesë familje, pastaj kanë kërkesë fëmijë, pastaj kanë kërkesa janë të shumta. Njeri punon, vepron, angazhohet, lodhet. Mirë po të dashur të mi, krejt këtë dynja çka ka rreth nesh, njerëz të afërm dhe njerëz të largët, rroll ty ta qesin nërmen Allahun. E sidomos me këto mjete sot elektronike që i ka, pjesa më e madhe qendrore e angazhimeve tona ty të largojnë prej Allahut. Televizori ty nuk ta qet nërmen Allahun. Sot këto telefonat me këtë përmbajtje çfarë zbulimeve çfarë janë, me këto mjete elektronike, madje sot shumë pak bisedohet, zhvillohet, arktohet antari familjes me antar të tjerë familjes, sepse shumica njerëzve syt o i kanë televizor, o i kanë telefon, me këta rrjete sociale si që në Twitteri, Facebook e ku ta dijune, njerëzit të dashur të mi do të thotë biseden ma nuk e kanë. Aty për aty, si shton të një njeri i menqur, tha dua të filan plakut, tha ju kanë bo kabul, se para një kuhe, a i pas ka malku dikonën, pas ka thonë, ardhë një kuhe full qit me gishta. Edhe sot njerëzit, do më një pjesë e madhe, i sheti rrinë 4-5 vetë, 5-6 vetë, kejt gishtat qka ku, në për telefona, edhe kejt kuën do të thotë, njerëzit ma nuk flasin me zveti, nuk bisedojnë, nuk arktohen, nuk absolutisht. Prandaj si dhe që tjetë. Për këtë arsye Allah azza wa jalla ka lënë xhumon, e ka bo farz, ti këtu ki marrë, pse? E ka ditë Allahu se jeta kësaj bote njerin e bën me harru. Çka bën me harru?
jeta kësaj bote njërin e harron pe Allahut. E atëherë Allahu Azza wa Jall ka dashur që insanit me ja obligu që më orë këtu edhe me ndëgju ligjeratën, edhe me ndëgju këshillën, edhe me ndëgju hutben, madje ka bo qetësinë tonë te atje, nuk bën me fol, nuk bën madje edhe me bo lëvizje pa kontrollume, sepse është e lidhur qetësia jote, maturia jote me kabulin, me pranimin të Allahu Azza wa Jall. Sikur se namaz që nuk bën me fol, qashtu Allah Azza wa Jall në ditë gjumaje në vakt hutbe, sidomos e ka ndalu çdo lëvizje njeriu, edhe çdo fjalim dhe çdo muhabet tjetër më bë, përveç se shqetësimi yt më kanë në këshillat dhe porosit e hutbes. Për shkak se këtu mësojmë të dashurit e mi se si adhurohet Allahu, si kryet obligimi jon para Allahut. Vllaznia e dini sa njeri është sot në përvorë i varrosur. Ma shumë ka njerëz të deku në përftyrën e tokës, që të varrosun në barkun e tokës, se sa ka njerëz të gjallë për mbi ftyrën e tokës. To mos e harroni. Mirë, po një gjë ka thonë një dietar. A dini sa njeri ja u ka lakmi ju që jeni mbi ftyrën e tokës tu jetu, e ja u kanë zili, e ja u kanë lakmi, edhe kishin pas shef më konë sot në meset e juja, edhe më konë prezent në xhami duke e kry obligimin dhe Allahut. Sa njeri e kanë zonë deka, si ka ro Zotit sejdë kur. Sa njeriu e kanë zonë deka, edhe subhanallah për një moment i ka prish punë me print e vet, i ka prish punë me vllaznit e vet, i ka prish punë me evlat e vet. Ka shku në ahiret pa i përmirësuar raportet e veta me ta. E ai thot subhanallah, Rabbi rji'uni, i thot Zotit, o Zot, kthem se çato punë të cilat është dashur me i bë unë, e unë nuk i kam bë. Tash unë i kom ro pishmonit edhe pa i bo nuk e kom e lan. Mirë po vllaznia është dëvan. Nuk kthehet. A keni një herë në histori botnore që është kthy historia mbrapa? S'kthehet. As ditët nuk kthehen, as rinia nuk të kthehet, as nuk kthehet jeta jote. Mirë po që shtot një dietar, mos këqyr të kaluarën sa ja nuk kthehet. Po ka thonë mos këqyr shumë të ardhmen se nuk e din ti a je gjallë me nxon të nesërmen. E çka me këqyr? Thot këqyre të tashmen. Sot që e ki para veti. Sot këqyre atë të cilin e ki për para veti, atë këqyre sepse aja ty ko me të kry pun, sepse që shtot një djetar, kur e kanë pyt, thot, valla kalura ime ka qenë shumë, ka qenë e mangët prej veprave të mira. Mirë po thot, i kom ro pishman, a i djetar e kshilën, thot, nëse i ke ro pishman hakikat për Zotin e madhnum, Allahu Gjelle Gjelaluhu ta mundson që të kaluarën të ndë, ta shëndron në vepra të mira për hatër të sinqeritetit veprave që sot ti pe i bën. Prandaj të Zoti çon pesh shumë vllazën të dashur serioziteti dhe sinqeriteti i sot mes. Nuk çon pesh vllazni vepra e cila ka kalu. Aja ka kalu mirë po me të tashmen ti mundesh me rujt atë që të ka shku dje. Mirë po shumë është rrezik, na po bojna se vape. Na po kryna vepra të mira, na pi bojna do punë të mëdha të Allahu Azza wa Jall. Mirë po vllazni është mirë me boni pyetje, a thu vall apo mundu me i rujt këto se vape? Se ashtu është jeta dinamike, ashtu është jeta shumë e vështirë, sa që të dashurit e mi jemi në rrezik që po na i hupin se vapet, po na i hup jeta kësaj bote, mundësitë tona të cilat jemi duke i kryer për Allahun te baraka u taala. Prandaj të nderuar vllazni, është shumë më rëndësi që besimtari të ketë frikë, respekt ndaj Zotit, edhe të përgatitet sepse Allahu Dhul Xhelal të ardhmen e din vetëm ai. Vetëm ai e din se çka din Allahu, nuk din kërkush, as nuk din meleç i Allahut, as nuk din të dashurit e mi pejgamberi i Allahut për të ardhmen. Nuk ka leju Allahu me pas çasje kërkush, askush nuk e din. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për një njeri i cili ka kakon në jetën në një kohë lasht pas kanë jetu, disa njerëz edhe të dashurit e mi Allahu Dhul Xhelal, këta njerëz i pas ka sprovu me thatësi. Mirë po vetëm një njeri, hadithi është i vërtet, vetëm një njeri i pas ka pos bereqet ara, i pas ka pos bereqet puna, i pas ka pos bereqet të mbjellurat edhe të kurrorat e tij, gjithmonë të nderuar vllazni kanë pos bereqet. I më shku e kanë pyet, kanë thonë, pse na të njëjtën punë jemi duke e bën, të njëjtën angazhim jemi duke e bën, të njëjtën mundësi jemi duke e shpenzu, të njëjtat mjete jemi duke i përdorur. Mirë po kur vjen fundi, bereqeti yt është më i madh se sa bereqeti im.
Kur vjen në fund rezultati është më i madh se sa rezultati i të kurrave të mia është më i dobët e kështu me radhë, atëherë ai ka thonë nuk di tjetër përveç se unë thot të gjithë pasurinë time e ndoj në 3 pjesë. Një pjesë e rezervoj për me punu me ta, për të mbjellur atë të ardhmes, për investimin në biznesin e caktuar, pjesën tjetër për harxhimet dhe shpenzimet familjare, e pjesën e tretë thot e ruaj vetëm thot për njerëzit të cilët kanë nevojë për ndihmën tënde. Ato hyn njerëzit të cilët kanë jetima, thot ato hyn familjet të cilat nuk kanë të ardhurna kërka, thot edhe jam tepër i kujdesshëm që atë të cilën kanë fëmijë mi kanë me pas edhe fëmijët e tjerë të cilët nuk i kanë prind për së gjalli. Atë kur është komentuar ky hadith i pejgamberit alayhis salam, pejgamberi alayhis salam ka thonë pikërisht kjo kujdesje, ky interesim, kjo çështje serioze ndaj të tjetrit i cili nuk ka, e ka bëu që Allahu i madhnum vetëm ara e tij me pas bereqet, vetëm mundi i tij me pas bereqet, vetëm angazhimi i tij me pas rezultat. Edhe pse të tjerëve nuk ju ka mungu angazhimi, edhe të tjerëve nuk ju ka mungu absolutisht mundi, mirë po bereqeti është në dorën e Allahut te bareke u taala. Allahu te bareke u taala na e kena sa herë thënë edhe në hutbë, këndon Allahu e udhëzon, këndon e lën të humbur. Mirë po Allah azza prap si bën zullum askujt. Pse Allahu te bareke u taala e ka ditë në diturinë dhe dijenin e tij absolute, e ka ditë që filoni badihova, dyja mu qun kom, dietarët e dyjes, hoxhallarët e dyjes, mu qun kom, edhe me udhëzu dikonin, e me mësu dikonin, e këtë është nëse Allahu dhul xhelal nuk ja ka dhuru, nëse Allahu azza xhel nuk ja ka mundsu, nëse Allahu azza xhel nuk ja ka lehtësu. Po edhe aty të cilën e ka udhëzu tash kthehet tjetranon. Dyja mu qun kom. Edhe ty me mujt me ta mush menën veç mos më fal namazin. Ose me ta mush menën mos marr në xhumë. Ose me ta mush menën mos më ngjinu Ramazanin. A mundet me ndikut e ti? Nuk mundet me ndikut e ti, sepse ti je i bindur te Allahu. Se Allahu ka dashur ti më kon rrugën e tij. Allahu azza xhel ka dashur ti më kon në udhëzimin e tij. Allahu te bareke u taala ka lyp që ti më kon aty ku ai të lyp. Mirë po vllazni, rrugtimi ju nuk ka të ndalëm, pavarësisht provave. Rrugtimi ju një ngjan si një njeri i cili është duke udhëtu. E ka bën jetë, e ka thirr një dost, e ka thirr një mik, e ka thirr një njeri i cilin shumë e don dhe shumë e respekton, edhe më don edhe e du. Edhe më respekton edhe e respektoj. Mirë po vllazni, për me mri deri tek ai destinacion i thuhet. Për me mri deri te ajo pikë e synimit tim, nuk është këtë udha autostradë. Mirë po çka ka mundësi në një pjesë e kilometrit më konë autostradë, në një pjesë më konë rruga me 2 kursi, në një pjesë më konë rruga e pashtrume, në një pjesë më konë rruga me gropa, në një pjesë besa du të me lonë kjerrin këtë, se së mundët mund gjitë në për kodrinat e lartat, bjeshkes, e besa në një pjesë të rrugtimit duhet me i pak si gërbaf se o ngusht, e besa në një pjesë duhet me shku ka gjazhak, po bavaki si delq të preta të helikoptere dhe ka vazhdon manena. Për këtë arsye është edhe rrugtimi jon drejt Allahut. Nuk është këtë e shtruar vllaznin lula dhe në qelima të kuq që na duhet me shku kështu, se për më koni shtruar qelima të kuq, edhe më koni shtruar rruga deri tek knacita e Zotit, derisa të mrimit të Allahut, asnjë njeri si shkon në xhenem. Asnjë njeri si shkon në xhenem, toni si shkon në xhenet. Por Allah azza wa jalla ka thonë huffetil naru, ka thonë bishahawat wa huffetil janna bil makarih, që do të thotë gjuhën shqipe. Allah i dërguari Allahut ka thonë xheneti është rrethuar me vështirësi, a xhehenami është rrethuar me lehtësi. Xhehenami është rrethuar me epshe të ndryshme, është i rrethuar me lehtësina të ndryshme, kurse xheneti don pak sakrificë, xheneti don pak angazhim, xheneti don të dashurit e mi, don xheneti vendosmëri, don xheneti vëllezër të dashur sakrificë, xheneti don të dashurit e mi burrni. Allahu azza wa jall nuk pranon që xhenetin e tij me hyn njerëzit të cilët qoftë edhe në zemrat e tyre me pas që thot i dërguari Allahu 2 kokra me ndihmësi. Madje ka përmend, ka thonë 2 zerre diçka që nashta nuk shihet as me syt e insanit, diçka e emt, diçka shumë e cila është e padukshme, nuk lejon Allahu te bareke u taala. Prandaj të dashurit e mi, ne duhet të shfrytëzojmë të gjitha këto mundësi të cilat na i ka dhuruar Allahu, edhe të njëjtën kohë të jemi pra të disponuar, të jemi vllazën me një vullnet pak më të madh, të jemi pak me një sabër pak më serioz, edhe të jemi të dashurit e mi me një vizion
pak më të madh në mënyrë që me ditë se gjitha pengesat, cilat janë mes neve edhe kënaqësive të Zotit, besimtari duhet me të i kalu dhe duhet besimtari mu kon i bindun se Allahu te bareka u taala do t'ja lehtësoj dhe do t'i ndihmoj. Pastaj Allahu azza wa jall ndodh edhe rase sot për shembull një ndër smundjet e cila nuk ka shërim sipas parametrave dhe edhe propozimeve mjekësor, është për shembull kanceri. Kanceri është një smundje e cila nuk ka shërim. Mirë po vllazni, nuk ka shërim sipas propozimeve edhe aftësive mjekësore njerëzore. Mirë po, me dosh Zoti, a mundet njeri me pas kancer edhe mu shëru? Mundet. Me dosh Allahu dhul xhelal bën mrekulli, me të njëjtin medikament që ti e përdor, me të njëjtin medikament që njeriu i smut, i cilin e ka dekën, edhe ka me dekë, prej filan smujës, me të njëjtin medikament, ky tjetri i cili të njëjtën smujë ka, mundet mu shëru, se Allahu ka thonë mu shëru. Për shembull që e përmendin një rast shumë frik i cili ka ndodhur, një ere vajzën një pasuniku të madh, tëna të mirat i ka, tëna të mirat, çka i kërkon shpirti dhe zemra e ka, po që Allah azza wa jall ka dashur për një moment me sprovu në vlad. Sprova më e madhe e insanit është në vlad. Zoti dhul xhelal mos na sprovoft ya Rabbi. Edhe ata që i ka sprovu Allahu xhella xhelaluhu me sabër, edhe me gajret i furnizoft, edhe zemrat dhe shpirtat ja u qetësoft. Edhe vllazni pasunin të madhe, mundësi të mëdha, ngjëftësi se kur njeri ka mundësi materiale, ka edhe ngjëftësi. Por vllazni e kot edhe për një moment për i përhapet smundja, derisa gjitha ato kontrollat i ka bon, gjitha ato shërbimet mjekësore i ka kry, të gjitha atyre dozave mjekësore ju ka nështru, po smundja po përhapet shpejt. Atë shumë po përhapet smundja, atë shumë smundja është duke u përhap, sa që nuk po ka mundësi me ndërprej ndikimin e madh cilin e ka përfshi trupi i saj komplet prej kancerit. Atëherë, çka i ka mbet asaj? Do më thonë pa u godit vetëm gjuha e saj edhe të menduarit e saj. Thot babës vet, baba peshe vajzën që çdo moment është momentin për pret. Thot bre bab, a ka mundësi për hatër të Zotit? Mund çu thot në bërë qabës. Në bërë qabës thot e shpirt atje du me dhonë. Më çu me bo umrën. Umra është një vizit jashtë kohës haxhit, e cila i ka ceremonit afër të njëjta me ceremoninë e haxhit. Është, do të thotë, në kohë edhe në veprime janë më të limitume. Edhe kur e quajnë, atëherë çashtu me një karrocë, me një kolicë e shtyjnë se njëri i smut pranë vdekjes, edhe e afrojnë te burimi i ujit Zemzem, edhe kur e afrojnë te burimi i ujit Zemzem, i japin ujë me pi. Kur e merr ujin, ajo me pi, e lut Allahun aq fuqimisht, sa që në moment se të pin një gotë ujë Zemzem, që në vllazni, ujë Zemzem, ujë të cilën Allahu dhul xhelal e ka veçu për këtë ujin e të ftyrë toke. Për këtë ujë të ftyrë toke. Mirë po vllazni, nuk është pyetje pse është ujë Zemzem dhe uji e ka shëru. Allahu e ka shëru. Allahu azza wa jalla, se më kon ashtu, sot njerëzit edhe shkencë edhe njerëzit e ndryshëm kanë mundësi me shku me marr ujë. Ja, shumë është mundësi kush pepin ata ujë. Nuk është veç me pi ata ujë, po cila zemër është të kërku ndihmën e Allahut. Cili trup e pranon ata ujë, që kjo është më rëndësi. Që kjo më rëndësi. Cili trup e pin ata ujë, që kjo është shumë më rëndësi. Edhe e merr kur e pin ujin, thot moment thot mu kanë qelë syt. Moment thot zemra thot ka kufu ndryshe edhe barku thot mu kanë nxe. Edhe në moment thot ka fillu trupi me fitu thot një forcit cilën nuk e kom pas deri në moment. Edhe thot kanë shku prit që aja po i përkuqësohet shëndeti, asoj vetëm pi përmirësohet shëndeti. Po vazhdon brenda një mujdite, as një shenj e kancerit trupin e saj s'është. Hiç, as një shenj. Kur e kanë pyet çka u bë mjek, aty që kanë thonë mjek më prestigjioz ndërkombëtar, cilën e kanë trajtuar se për me shku në për spitale të ndryshme duhet me pas mjete, me pas parë vllazni. Sa njerëz se des për shkak se nuk kanë vllazën. Edhe të ndëruam kur e kanë pyet ata mjek,
edhe kur e kanë dhonë verdiktin përfundimtar, kanë thonë, si kur mos ta dinëm na që e kemi trajtu këtë paciente, s'kishu me besu që trupi i saj kish me pas kancer. Po e kemi ditë se u konë paciente jona, na e kemi trajtu. Kër e kanë pyet çka ke bo, thot kër e kom marrë gotën me ujë me pi, i kom thonë Allahut, o Allah, nuk dal prej shtëpisë tone, ti pa më shënosh. O Allah, nuk dal prej këtuit, ti pa më shënosh, se ti je ai i cili në dorën tonë është shërimi im. Nëse kam ymër, o Allah, shëron, nëse jo, merr ma shpirtin në këtë vend. Atëherë Allah azza wa jalla ka shkruar shërimin. Pse? Pse Allah azza wa jalla don me popi robit vet vendosmëri. Allah azza wa jalla don me popi robit vet sinqeritet. Allah dhul xhelal don me popi robit vet lidhshmëri, varësi e plot prej Allahut. Kur ty të mbyllen krejt, atë çka do me po Allah azza wa jalla? Allahu don me po prej teje që ti mo nuk i me thonë vetë me vetë që unë po lutë, o Allah një mame, o Allah pështama, o Allah letësama, a met mi posë si të kry namazin, po shkej të mjeku. Se mjeku, të mjeku du të me shku gjithsesi, unë s'po thamë s'me shku të mjeku, por qëllimin e kam, shpirti dhe zemra jote të më konë komplet e lidhne me Allahun azza wa jall, edhe thot pikrisht, thot kjo ka qenë shkak që Allahu azza wa jall më ka shëru. Prandaj, vllazën të dashur, të lutum Zotin e madhnuar, sa njeriu sot pret lutje për neve. Sa njerëz të smutë të kemi në për spitale, madje janë në për shtëpia, cilët ju është bojë rënd dergja e tyne. E sa njeri pret me dek, e ata që i kujdesen për të smutë ata desin. Plot njerëz ko, cilët me parametra njerëzor duhet me dek, des ai cili bën hizmet të smutit. U qu ky që u prit me dek, u qu ky ka varros ata, cilët nuk është prit me vdek. Sa Allah është ai i cili vendos. Prandaj vllazni mos u lodhni për kujdeset ndaj smutit. Mos u lodh vllai jam se a e din ti çfarë do të thonë me shku një njeri ti me vizitu. Vesh ti me shku me aqil derën, edhe mi thon, jo mi thon ku çat pas ka gjet. Jo mos nga po kështu me shku mi thon, sepse e trenon, po çfarë mi thon? Mi thon Allahu dhul xhelal ta ka dosh të mirën. Pse? Po do me ti ngrit derexhet. Po don Allah azza xhel me ti shkund mëkatet. Po don Allah azza xhel me të ndërun dynjon ahiret. A e din vllai jam çka i bën kjo? Kjo i bjen lojan prej 7 polqiejve ca ko me lache, me veç me numër të sakt, na ka kallëzu pejgamberi alayhis salam, 70.000 me lache për ty kanë mulut. Jo për ato të smutin, po për ty, ti që e shku me vizitu një njëri të smut. 70.000 me lache, me të thonë ty, o Allah, fale filanin. E kush mulut, ato që janë më të mira se na që kur nuk kanë bot gjëna. Ato cilat janë më të sinqerta hakikat se sa na që kur nuk e kanë lidhnu Allahun. Se na po lutum për njëri tjetrin, po s'po na bëhen kabulla, e dini? Pse na kena gjënohen, për çata. Kemi mkate, kemi lëshime. Nuk jemi shumë të sinqert lutjet tona. Na nuk jemi sinqert madje as na dhurimet tona, po shihet. Disiplina, po shihen mungesat e mëdha, mirë po sita që tjetë, ja Rabbi qita që jemi, Allahu na udhëzoft, e na shpëtoft, e na lehtësoft, e na ndihmoft. Qofshit faqe bardh, Zoti ju rujt, ju jam mirënjohës për vëmendje, para se me përfundu, vllazni, ju e dini që jemi duke e ndërtu xhamin në Vaganicë, këtë xhamin tjetër këtu, edhe të dashurit e mi, dje dhe sot veç jemi në përfundim të kupollës, na kanë mbetur 3 kupolla të vogla për të përfunduar dhe ndërtimi i vrasht përfundon gjithçka me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu dhe të ndëruar kjo ka ardhur në saje të mundësive dhe të kontributit juaj. Unë sot nuk po du me vendos postë të qinë, për shkak se përbara me kemi vendos, edhe pjesa më e madhe e atyre të mjetave kanë shkuar në këtë destinacion. Mirë po vllazni, kemi nevojë pra për ndihmën e juve. Ai i cili e ndin veten mirë, ose e ka një shok, ose e ka një mik, ose e ka një vëlla, i cili ka punë të mirë, mos priton me na ndihmu se vetëm ata centat e juaja të mira jemi orë deri këto. Pasha Allahun pika për me po mos shkepusi. Pasha Allahun e madhnum, sa të që neve na akuzojnë, sa të që neve munohen me na etiketu, pasha Allahun e madhnum, na nuk e kena net mundal. Na kemi net me ama bashkë me juve, se pa juve nuk mundum.
e vërtet është. Prandaj mos pritoni këto koca se po na vijnë disa mjete të vogla për t'i kryer su 3 kupolla të vogla, se kjo e madhe veç kryet sot, ndoshta veç u kry deri tash me lejen Allahu xhalla xhelalu. Mirë, po mos pritoni që kena koca çato tima që keni. Çato tima, s'po lypi më shumë. 5 cent deri në 2 euro, hiç. Çaj që nin vetën dhe zemrën, me çato tima na kanë një pjesë e vogël një obligimit, edhe me lejen Allahut ta përfundojmë se tash kemi hinë sezonën e vjeshtës, edhe ti kryemi se mos me hjek pikën prej objektit xhamis, krejt punë që kemi bërë deri tash vllazni çka na shkojnë hoç. Krejt punë na shkojnë hoç. Atë mos e nënçmo centin tën, sepse centi yt kryen punën na shumë. Kryen punë se bereqeti është shumë i madh, cilin Allahu azza wa jalla na ka ndihmuar dhe po na ndihmon. Edhe me lejen Allahut është shumë interesant që shtëpiat më të shumta fytyrë toke që i don Allahu janë shtëpiat e veta, janë xhamiat, ty janë shtëpiat Allahut. Ama shumë është interesant se Allahu ka dhënë që shtëpiat e veta mi u dhon çosjet ton me ngo. Trolla janë xhamia që vjen i njëri thotë diçka, unë pe marrë këto, veçën. Trolla janë. Ajo xhamia e Çobës është e marrën veç mreti, është xhamia e Medinës te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato marrën shteti atje kujdeset, mbreti e merr përsipër me ata konsulentë vet, edhe trolla janë ato xhamia që e morën një vend e merr një kompani ose merr diçka. Por çka? Me shumicë dërmuese ton bëhen çka? Bëhen hisetar, se Allahu e dën çto. A e din ti që do të thon ta Allahu dhul xhel. Si të thu çka janë 50 cent? Oh, vallahi ti nuk e din që ta Allahu azza xhel çat 50 cent. Baba ki çu ky 50 centi yt, që sot ti pe jep, Allahu dhul xhelal kënaqet me ty. A din Allahun të dashur se Allahu te baraka u taala fenë vet mundet me ndihmu çysh don, edhe Allahu dhul xhelal nuk e lën as kondin me pengu, por këtë janë pengesa neve me na forcu, edhe ata dy fytyrëshat me dal ashiqare, edhe më u përfundu gjithçka me të mirë në emrin e Allahut dhul xhelal. Këtu më bëj me dije se një Passat ka parku midis rrugë, ati pronorët ati Passatit i tham, le del ka dole, le të hekat Passat, se rrugën e kena shumë të ngushtë, rrugën është ndalume me nxon, pavarësisht ti që thu une nuk mëj, pavarësisht që thu ti që thu unë i marr me fal namazën, unë e di që ti marr me fal namazën, e inshallah vinë edhe të tjerë, e inshallah nuk na nxajnë, domethënë me xhamat, to kemi obligim, mirë po të dashurit e mi udhën nuk kena të drejtë prej Zotit kërkujna me janë zonë. Nuk po di ku me lon të shkolla Shqipurit, çka le, hajde në kom. S'ka problem. Që të mundësi që i kena, ma mirë, ma shumë nuk po kena, që të mundësi, dhe ne me pos mundësi, edhe me pos, do të thot, mundësit e dikujna, jam i bindun se u kësha regullu dhe parkingun, 3 katë nër tëk, 2 katë mi kupull, u kësha bo. Po s'ka, nuk ka vlazën, kështu që mos bëjmë i pengesa pa pos nevoj. Qofshit faqe bardhë, Zoti ju rujt, Zoti ju një muft, Allahu dhul xhelal na gëzoft që pjesa tjetër e imamëve të burgosun me u liru sa më parë, ya Rabbel Alamin. Lutna Allahun se jemi shumë të mërzitun, edhe jam i bindun se hala ka drejtësi në vendin tonë, në shtetin tonë, sepse ky vend e ky shtet me gjitha çalime që i ka, veç edhe që tonë dhe të rezonën, me gjitha që i ka, Zoti dhul xhelal nuk largon rahmetin për këtij vendit, se është çka në temelet e saj është halal. Në temelet e saj është halal. Allah ja u lehtësoft, edhe mos u habitni në hutbe me fol se unë po ni, po mos jemi para hutbe, s'po ka gojle, sepse domethënë nuk është shumë strikte, mirë po të dashurit e mi, nuk është më rëndësi respekti ndaj hoxhës, nuk ka më rëndësi. Më rëndësi ti mos e hup imanin, ti mos e hup sevapin, ti që je ardh me fitu diçka, nuk bën me dal pe këtuit me duar thot. A është rrezik njëri marr në xhami edhe mu kthy pa kur gjëç, po është mundësi. Është shumë mundësi e madhe. S'ka nevojë nol telefonin njëri në xhami, s'ka mo telefon. Selam aleikum, nejt ma shtylle, jam në xhami, jam tu fol, edhe pak vet na myti u xhabre. Juaj këti ka thuaj çuaj spil spanalçan. Nuk ka nevojë, se sanës vllazni ta kryjmë obligimin si duhet, edhe të përfundohet në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse ka më na vyt këtë ditë, edhe ky moment, edhe këto çështje kanë më na vy në sahatin e dekës, natën e vurrit edhe ditën e kiametit kur para Zotit kemi me dalë.